Kujto qarë që Perëndia është lirusim. Nëse ndihesh i dobët ose i lodhur, kujto qarë. Perëndia është forca ime. Edhe kur nuk e di se ç'a të bësh, kujto çfarë. Perëndia ka premtuar, unë do t'ja përsi, unë do t'u udhësoj. Nëse ndihesh i lënduar, Perëndia ka premtuar, unë jam ngushëlluesi yt. Nëse ndihesh vetëm, Perëndia thot, unë jam shoku yt. Nëse nuk i ke prindërit, kujtohu që Perëndia thot, unë jam ati yt. Edhe nëse ke nevojë për mbrojtje, kujtohu që ai është shkëmbi yt. Ai është fillimi, ai është mbarimi, ai është alfa, ai është omega. Perëndia është gjithçka që ti ke nevojë. Është së pari ai që ke nevojë. Të tjerat le të kalojnë pas sepse është pafund. Sepse është i përjetshëm, sepse është gjithpranishëm. Nuk ka si Perëndia ymë, është mbreti i mbretërve, është Zoti i zotrave, është mbreti i korave, është shtej masa i fuqishëm. Është Perëndia jep forcë të kuputurit, jep mëshirë pa limite, hiri i tij është pa kufi, dashuria e tij është pa, nuk ka asnjë si Perëndia jon. Kështu që nëse ti je para një sfide të tillë që po të lodhe, po të mbak, ndro radhën. Shiko së pari te Perëndia edhe kujtoj vetes premtimet e tij, sepse sa më shumë që e njeh shkrimin, edhe sa më shumë i kujton vetes premtimet e Perëndis, aq më shumë do zvoglohet meraku dhe frika jote, edhe aq më shumë do zmadhohet Perëndia. Edhe e dyta është ndjekësit e Loanëve e din këtë gjë. Nuk është e sigurt kur rri në zonën e sigurt. Se ne themin e herë që përri këtu se jam mirë, jam i sigurt. Por jo gjithmonë është ashtu. Hebrejve 11:6 thotë kështu. Kush e di këtë vargu 11:6? Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. Është e pamundur t'i pëlqesh Perëndis nëse rri gjithmonë te zona e sigurisë dhe çdo gjë ka logjik edhe çdo gjë ka matematik. Nëse nuk hedhim një lloj hapi besimi, do të thotë që nuk po varemi te Perëndia. Nuk po kemi nevojë për të. Sepse çdo gjë e kam llogaritur, çdo gjë po e bëj vetë, por i pëlqen atij. E sjell buzëqesh, e sjell kënaqësi, është e pamundur t'i pëlqesh atij nëse gjithë jeta jote nuk ka një hap besimi, nuk ka diçka që kërkon diçka përtej takatit tonë, përtej forcës tonë. Edhe është prandaj doja të pyesja për diçka afat shkurtër, ose afat mesme, ose afat gjatë. Qa do doj të arrije nga sot deri në fund të verës? Sa i bie? 2 muaj gjys, 3, 75 ditë. Qa do doje të arrije nga sot deri në fund verës? Qa po synon, qa po ndron të arrish nga sot deri në fund vitit? Është si gati gjysma e vitit. Gjysma e vitit dhe 2 javë. Çik më shumë se sa gjysma e vitit. Ose qa është një ëndër, një synim që mund shkoj deri në 2030 që i bie këto 5 vite, si do të përgjigjeshe? A ka në i hap besimi të këto gjëra që po synon këtë verë deri në fund vitit, deri pas 5 vitesh? E di si do përgjigje një njeri normal? Një njeri normal, nëse do e pyesje qa do deri në fund të verës, fund vitit, mas 5 vitesh, një njeri normal do thonte, unë dua siguri personale edhe siguri si familja. Dhe si familje, që do thot, do doja të kisha më shumë lek, edhe doja të kisha ca gjëra më shumë. Edhe tjetra do ishte, duhet kem një jetë sa më me pak sakrifica dhe rrezik. Me fjalë të tjera, sa më rehat dhe sa më butë. Qa do të arrish deri në fund verës, fund vitit, një gjë që tjetë sa më rehatshme, sa më e butë. Sa më pak siklete, dua i punë stabil, një rrogë të mirë, një punë qëndrueshme. Sepse është, shiko, dua që rreziku të jetë sa më i ulët, siguria të jetë sa më e lartë. Puna është, nëse në jetën tonë futet fjala besim, do të thotë që jo gjithmonë ka rahati. Jo gjithmonë, sepse besimi shkakton të kundërtën. Besimi na të bën si Benajau. A i themi të kishoku jon Benajau. Nëse nuk do ta kishe ndjek Luanin Benajau, siguria e tij do ishte e pasigurt. Sepse Luani mund ta kishe ndjek Benajau, e kundërta.
Edhe mund ta kishte vrarë ai atë. Sepse fitoret e mëdhaja çfarë kërkojnë? Kërkojnë hapa besimi. Gjërat e mëdhaja që të arrish, apo do të synosh, apo do të arrish, duan një hap besimi. Edhe nuk ndodhin gjërat bukura gjithmonë kur rrim në zonën e sigurisë dhe s'hedhim hapa besimi. Kështu që në vend të kësaj, çfarë bëjmë? A bëhemi ndjekës luanësh? A bëhemi trima? A bëhemi guximtar? Edhe nëse jeta sjell një sfidë, një merak, një frikë, një çfarë lloj gjëje, le të jetë si bukë me djath. Edhe e di që Perëndia në mua është forcë, është urtësi, dhe Zoti do më jap fjalët, dijen, hapat, gjërat që do më duhen. Sepse shiko, shumica për jush, e kam thënë dhe herë tjetër, po dua ta përsëris, shumica për jush ishin shumë guximtar kur erdhën në Tiranë. E mamen atëherë kur ishe në fshat ose në një qytet, edhe mbarove klasën e 12, edhe erdhen në një qytet rrëmuj, të zhurmshëm, që se dije ku do fleje, ku do rrije, ku ishte shkolla, ku ishte kjo, ishte goxha hap i guximshëm, apo ca për jush ikët nga këtu, ikët diku tjetër që ishte shumë hap i guximshëm, edhe çanoth, duke sikur ai vrulli atëhershëm, sikur tashi, ndërkohë që ikin vitet, bëjmë më shumë matematik, bëjmë më shumë llogari, që ndjekësit e Loanëve dinë që është e rrezikshme kur bën më shumë është e rrezikshme kur bën jetë të sigurt. Shiko, Benajau e sigurt që ka qenë i friksuar, se tash njeri është. E sigurt që ka pas frikë kur është përballë me Loanin, sepse nuk ka njeri që të jetë sy më sy përballë me Loanin në një grop që do thotë është i kufizuar, mënyra nga të vraposh, nga do të shkosh e mos kesh frikë. Edhe vërteta është guximtari e ndjen frikën, jo e ndjen frikën, e ndjen tmerrësisht frikën deri në palc. Por kjo lloj frike nuk e bën të zvoglohet, e bën çfarë? Të hedhë i hap. Edhe kjo do ishte nxitja ime edhe për ty. Nga çfarë ke frikë, ndjeje frikën, ndjeje atë tensionin, ndjeje atë merakun që prodhon ajo gjëja. Por le të jetë që do të shtyj përpara. Do të shtyj të kërkosh Perëndin, do të shtyj të varesh tek ai, e do të shtyj të hedhësh një hap. Të hedhësh një hap. Kështu që prap pyetja është hidhe, edhe këtu do ta mbyll avash. Hidhe hapin. Hidhe hapin. Pse? Sepse nuk, e di që kam thënë shumë shpesh, por nuk kemi krijuar për të qenë njerëz të zakonshëm. Ti e kriju për të qenë njerëz zakonshëm, i kriju nga një Perëndi jashtëzakonshëm. Shkrimi thot, u krijuam sipas imazhit të Tij. U krijuam që të jemi krijues, u krijuam që të bëjmë, u krijuam që përmirësojmë gjërat ku jemi. Edhe e vërteta është që, shiko, djalli do të na tremb, edhe mjeti që na tremb është frika. Është frika për të na kujtuar neve që ti s'ke, ti s'je, ti s'mundesh, kush je ti, ku mundesh ti, apo çfarë do lloj gjëje. Por shkrimi thot, cili është ai vargu i fillimit, Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike. Na ka dhënë forcë. Forcë për fuqisë frymës shejt. Na ka dhënë dashuri që ja kalon dashurisë njerëzore. Na ka dhënë urtësi, na ka dhënë vetë kontroll, kështu që 2 Korintas, vargu i fundit është kjo. Ecim nëpërmjet besimit, jo nëpërmjet vizionit. Çfarë do thot vizionit? Nëpërmjet të parit. Kështu qoftë për secilin prej nesh. Le të ecim nëpërmjet besimit, jo nëpërmjet vizionit, jo nëpërmjet asaj që e llogarisim, do bëj këtë. Kjo nuk do të thotë që ta nxjerrim jashtë lojë trurin, se Zoti na ka dhënë logjikën e ta përdorim atë gjë, por ka momente që kërkohet hap besimi. Edhe nëse ti je para një hapi të tillë, do të nxjisë shumë që ta hedhësh sot atë hap.